besoj në mënyrë absolute kësaj drejtësie, sepse këtu ka interesa politike. Dhe interesi politik i Gjermanisë edhe i Francës është shumë i fuqishëm, tepër i fuqishëm me u dënu UÇK-ja si organizat. Kam prit edhe kam mendu shumë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reagojnë me një reagim shumë të thjeshtë, duke tërheq personelin e tyre nga gjykata speciale, me prokuror, me gjykatës, me Zeka, s'mund thuhet Gjermania, Franca janë për të dënuar UÇK-n. Folim tani, folim masanej. Është goxha akuzë e madhe kjo. Hiç nuk ka akuzë. Po si s'është e madhe? Dëgjoj, besëm që nuk ka fare akuzë. Besoj që unë kam guximin me thonë sepse unë e mbështes narracionin tim mbi fakte dhe mbi dëshmi, mbi sjelljet e ambasadorëve gjerman, sidomos gjerman, të cilët me mishë me shpirt kanë luftu edhe luftojnë që këta mu dënu. Unë nuk folin hava, unë e kam thonë dhe po e ripërsëris që Hashim Thaçi është arrestu në Vjenë duke shku të Donald Trumpi me urdhërin e Angela Merkelit dhe Boris Johnsonit të Britanisë të Madhe. Tani folum, po e tham publikisht dhe mbaj përgjithësi sonte po munona me menu suedisht e me fol shqip. Mos me fol e me menu shqip. Kur flas për këte, kam përgjithësi penale, publike, juridike, çka jam të i fol. Pse? Se këta jënë ka 100% kundër marrëveshjes të cilën Washingtonin që ishte marrëveshje historike Hashim Thaçit, ku në pikën 9 kësaj marrëveshje ishte pranimi i Kosovës nga ana e Serbisë dhe këtu do më thonë ishte ngutja e këtyre. Franca ka qenë ma neutrale. Ti e ke përcjellur në vazhdimsi, do të shkosh edhe gjatë vikendit atje, është me rëndësi për shikuesit për